Ndërsa hym në javën e parë të sulmeve ajrore mes Iranit dhe Izraelit, është ky i fundit në fakt i cili ka intensifikuar goditjet e tij ajrore duke shkatruar rreth 40 sajte ushtarake dhe bërthamore të Teheranit. Tashmë përballja mes dy vendeve është një përballje evidente e hapur. Kemi të bëjmë me një luftë ajrore mes dy vendeve. Pritet me shumë vëmendje për të parë qëndrimin e Shteteve të Bashkuara. Do të kemi të bëjmë me një diplomaci kërcënuese në distancë apo me një përfshirje ushtarake të Amerikës në këtë konflikt. Dhe nëse Shtetet e Bashkuara përfshihen ushtarakisht, lind pyetja, do t'i vendoset këtu pika konfliktit mes Iranit dhe Izraelit, apo do të kemi të bëjmë me një përshkallëzim të këtij konflikti të ndezur në lindjen e mesme?